إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen nefsit tonë. Atë që Allah i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit, të pa ortak, të pa shok, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an, duke na thënë: në emër të gjësme të çmuar që kemi, në emër të besimit, o ju që keni besuar, o besimtar, vazhdoni t'i bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vllazën dashur, me të vërtetë, nga skenat më të rënda që njerëzimi do të kalojë janë skenat e ditës së gjykimit. Dhe nga ato skena, për shkak të rëndësisë së tyre, Allah i lartësuar i ka përshkruar në librin e Tij fisnik, dhe atë në forma të ndryshme, nga kënde të ndryshme, vetëm që ne të përgatitemi për ato skena dhe të dalim sa më faqebardh para Allahut të lartësuar. E në mesin e këtyre skenave është një skenë, një epizod e një ngjarje që lutim Allahun e lartësuar të mos jemi pjesëtar i kësaj skene. Është fjala për një pendim, për pendimin më të dhimbshëm. Nuk o ky pendimi të cilën ne bëjmë thirrje që të pendohen besimtarët sa jenë në jetën e kësaj bote. Në pyetje është një pendim që nuk kryen punë më. Një pendim që kur besimtari, kur njeriu e jo besimtari, pavarësisht ngjyrës, pavarësisht racës, pozitës që e ka pas në jetën e kësaj bote, kur të vjen në ditën e gjykimit, nëse nuk e ka qenë amanetin e Allahut të lartësuar dhe të dërguarit e Tij në vend, do të jetë prej atyre që pendohen jashtëzakonisht shumë. E ky pendim i dhimbshëm është kur besimtari del në ditën e gjykimit dhe e sheh që ju ka mbyll kapitulli i jetës së tij, dhe e sheh që ju ka mbyll kapitulli i veprave të tij. Atëherë bën një kërkesë. E bën një kërkesë nga pendimi i madh që e përjeton, nga ai nënçmim i madh që e përjeton. Ajo kërkesë Allahu i lartësuar ka përjetësuar në Kur'an, që sa herë ta lexojmë, të kërkojmë mbrojtje tek Allahu që të mos jemi pikë kësaj kategorie. Thot Allahu: hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Kur ndonjërit prej tyre t'i vjen vdekja, ta përjeton më vdekjen, i mirët shpirti, e ka një kërkesë. Pasi që e sheh ghaibin, pasi që e sheh ditën e fundit, pasi që e sheh që e vërtet që nga gjitha ajo çfarë Allahu i lartësuar e ka përmendur në Kur'an, dhe të vërteta që kanë të gjitha ato paralajmërimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Thot: o Zot, kthem në jetën e kësaj bote. Kthem vetëm bëj disa vepra të mira. Si është përgjigja? Allah i lartësuar thot: kalla, asësi, s'ka më këthim, ka përfundu kjo çështje më, ka marrë fund. Kalla, kurse si, në asnjë mënyrë.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Kjo është vetëm një fjalë goje. Një fjalë goje që e shpreh nga pendimi i dhimbshëm që e përjeton. Pasi që i bjen pishmon që s'ka bo vepra të mira sa duhet. Pasi i bjen pishmon që nuk ka besu, se ka pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është pendimi vllazën me i dhimbshëm që e përjeton njeriu pasi që të merret shpirti. Pasi që e sheh ghaibin me sytë e tij. Ai besimtar i cili e beson ghaibin me iman e me sytë e zemrës, ai do t'i jepet si hariqi, do t'i jepet myrzja në çastet e vdekjes. Ndërsa jo besimtari që e mohon ringjalljen, e mohon ditën e gjykimit, e mohon Allahun dhe të dërguarit e tij, ai është i cili kërkon që të kthehet edhe një herë në jetën e kësaj bote, që vetëm një herë të pendohet e të bën vepra të mira. Mirë po, gjithë secili prej nesh këtë ajet duhet t'ja lexojmë vetvetes, që gjithë secili prej nesh mbase do ta shprehim këtë dëshirë, të kthehemi edhe një herë të bëjmë vepra të mira. E ja, unë edhe ti jemi gjallë. Kush po të ndalon me bo dhikr, me lexu Kur'an, me xheru nafile, me dhon sadak, me pas sjelljet e mirë ndaj prindërve, mi maj lidhjet farefisnore, mi ndihmu fenë e Allahut të lartësuar me ta vet. Kush po të pengon? Je gjallë hala ki shans. Përvjeli mëngët e përvishju punës që mos të thuash Rabbi rji'un, o Zot kthem. Nga se kur të vjen në gjeli, s'ka kthim më mrapa. E sidomos në kohën në të cilën po jetojmë, kur vdekjet janë shpeshtu, vdekjet e papritura, vdekjet befas, të rinjeve, të cilët nuk kanë ndonjë shenjë të sëmundjes, por vetëm se ju shkon Allahu, ja dërgon Allahu i lartësuar melekul mautin dhe ja u merr shpirtin pa ndonjë paralajmërim të caktuar. E gjithë secili prej nesh jemi kandidat të jemi prej atyre të cilët ju shkon melekul mauti pa paralajmërim. Dhe kjo është ajo gjështja më serioze dhe më rrezikshme në çështjen e vdekjes. Nga se kush e di në çfarë gjendje do të na merr Allahu i lartësuar shpirtin. Prandaj, ti shtojmë gjendjet e adhurimit, gjendjet e veprave të mira, që kur të na vjen melekul mauti, na merr në gjendje më të mirë në të cilën mund të jemi. Kur të jesh agjërushëm, po të erdh melekul mauti, do të ringjallesh agjërushëm. Nëse je në umrën e hax, në rrobat e ihramit, duke bërë talbiyen labbaik Allahumma labbaik, dhe të vjen melekul mauti, ta merr shpirtin në atë gjendje, do të ringjallesh në po atë gjendje. E nëse ki namazet të shumta, nafilet të shumta, nuk gjon kohë të lirë vetëm se ti vetmohesh me Allahun e lartësuar dhe vendos kryt në sejdë, e nëse të vjen melekul mauti në ato raste dhe të është përmbyll e gjeli, do të ringjallesh mbase qysh ke vdekur në sejdë. E lutim Allahun e lartësuar në përfundim të mirë. Dhe Allahu i lartësuar i thotë këtyj llojit të njerëzve që kërkojnë të kthehen në jetën e kësaj bote. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Është vetëm një fjalë goje, fjalë boshe. Nuk ka ndonjë kuptim tani. Kuptimin merr nëse ne e marrim me seriozitetin më të madh vdekjen dhe takimin me Allahun e lartësuar dhe përgatitemi për të përderisa jemi gjallë. Dhe vazhdon Allahu i lartësuar më të tregu ku është përfundimi i njerëzimit. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Tani do të ketë një pengesë, një pend ndarse deri në ditën e ringjalljes. Po, në ditën e ringjalljes, që e kemi largu pejmanëve të tona, që e kemi harru kur do të dalim para Allahut të lartësuar të zhveshur, lakuriç, të pa bën sunet. E pyet Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e si vallë do të jetë gjendja njerëzve, burrat dhe gratë, ti shikojnë njëri tjetrin. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështja është më serioze se kaq. Nuk i shkon ndërmend njeriu ta shikoj tjetrin. I krejt halli është nefsi, shpirti jam, unë të shpëtoj. Largohet edhe prej prindërve. O vllazën, largohet edhe prej fëmijëve, që për ta sakrifikon me mishe me shpirt, gjën më të çmueshme e jep për ta, largohet prej tyre dhe dertin e ka për veten e tij. Çështja është serioze. Allah i lartësuar thot: "Fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun." Kur të fryhet suri, herën e dytë, kur të jepet urdhër për ringjalljen e njerëzve. Fala ansaba bainahum. S'ka mo ilake, s'ka mo kushëri, s'ka mo asnjë lidhje.
asnjë lidhje në mesin e njerëzve. Wala yatasaalun, dhe as që pyesin për njëri tjetrin. Ku janë prindrit, ku janë vëllezërit, ku i ki gruan, ku i ki fëmijët, nuk pyet në atë ditë. Ndërsa fatlumi, ai lumtri, i cili është përgatitur për këtë ditë, dhe kur i ka dëgjuar ajetet e Allahut të lartësuar, i ka marrë me bindje. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, ata të cilëve peshorët e veprave të mira ju rëndohen, këta janë të shpëtuarit. Këta janë fatlumët. Këta janë ata të cilët e kanë pasur në mend takimin me Allahun e lartësuar. Kanë qenë të bindur në ringjallje, janë bogati me ibadete të shumta. Janë ruajtur nga gjunahet, me umre, me haxh, me xhirim nafile, me sadak, me namaz të natës, me dhikr pas namazit, me falje të namazit, me bamirësi ndaj prindërve. Nuk kanë lënë vend të veprave të mira vetëm se janë përkushtu. Këta janë ata të shpëtuarit. Ulaika humul muflihun, jo të tjerë. Ndërsa të falimentuarit kush janë? Allahu i lartësuar thotë. Ata të cilët janë të falimentuarit, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Atyre të cilët peshorët e veprave të mira ju vijnë lehta, ndërsa peshorët e veprave të këqija ju rëndojnë, këta janë të falimentuarit. Këta janë ata të cilët përfundimin e kanë në xhehenem. Po që se kanë vdekur si jo besimtar, do të qëndrojnë në xhehenem përgjithmonë. Lutim Allahun e lartësuar të na mbrojë neve dhe familjarët tona dhe të dashurit tonë. Vllazën, çështja e vdekjes nuk është që t'i ikim apo t'ja prishim ëmbëlsinë e jetës së kësaj bote. Mirë, po është një realitet i pashmangshëm dhe kërkush nuk e mohon. Megjithatë, nëse i shikojmë njerëzit, madje edhe në varreza, duke i varrosur të dashurit e tyre, për rreth tyre vetëm ndalu dhe veshtroje një xhenaze, i sheh të zhytur në muhabetet e dunjas, në rrjetet sociale, që aty e gjejnë me buhajgare, që s'ka pas vend diku tjetër me bohe, me vazhdu muhabetin, që aty e gjejnë me diskutu për çështjet e dunjas, nuk meditojnë, nuk reflektojnë pak, se nesër do t'jetë ai i cili do të varroset në atë varr, dhe do të vetmohet me veprat e tij, qofshin të mira, do t'i gjejë të mira, qofshin të këqija, do t'i gjejë të këqija. E vdekja vllazën, Allahu i lartësuar na thotë që nuk ka kthim mbrapa. Li kulli ummetin ajal. Çdo popull, çdo grup i njerëzve e ka një ajal të caktuar. Idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a. E kur t'i vjen ajali, s'ka mundësi mi shty. Alarmin mundesh me bos news. Apo me shku në punë, mundesh më vanu pak. Edhe nëse vanohesh shumë, hajde pe humb punën. A kur dhe vdekja, s'ka kush më që e kthen mbrapa. Wala yastaqdimun. As nuk mundesh mi tërheq kur dush ti. Çdo gjë është me caktim të Allahut të lartësuar. E vllazën, le të punojmë që ta peshorën e veprave tona të mira, me vepra të mira, e të ruhemi nga veprat e këqija, të cilat do të na peshohen në ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falendojmë, salama dhe salavat e qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Allah në dashin, pejgamberi unë sallallahu alaihi wa sallam, na ka përshkruar një skenë të bukur se si është shëmbëltyra pejgamberit me njerëzit, dhe si njerëzit marrin hyjëm me shku në zjarë të xhehenemit. Dhe vetëm dojnë me përfundu në zjarë të xhehenemit. E këto a shohim në veçanti në periudhën e fundvitit, kur njerëzit ipen mas epsheve, mas defrimeve të ndaluara, të cilat Allahu i lartësuar i ka ndaluar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, thot inna mathali wa mathalu an-nasi kamathali rajulin aw stawqada nara. Thot shembulli im dhe shembulli njerëzve është sikurse i një njeri i cili e ka ndezë një zjarr. E ka ndezë një zjarr. فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli im dhe shembulli i njerëzve në përgjithësi është sikurse shembulli i njerit i cili e ka dhënë një zjarr. E ka dhënë një zjarr në fushë të hapur.
Ta zëmi është natë. Dhe posa ka ndriqu ky zjarr, fillojnë insektet, flutrat, mickojat, e lloj-lloj insekteve të bien në këtë zjarr. Dëgjoni me vëmendje se çfarë përshkrimi po i bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natyrës së njerëzve. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që unë po tentoj t'ju mbroj nga ai zjarr, ndërkohë që unë jam duke ju mbrojtur nga ai zjarr, siç bën ai njeri me insektet, mundohet t'i largoj prapa, mirë po ato flutra, ato insekte nga drita e madhe e synojnë zjarrin dhe bijnë në to. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim tjetër, që e shënon Imam Muslimi, po ashtu nga Abu Huraira radiallahu anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli im dhe shembulli i njerëzve është sikur si një njeri që e ka dhënë një zjarr. Dhe insektet posa shohin dritën, hyjëm me ranë atë zjarr. Thot, kështu une ju kapi juve për beli. Ju kapi juve për beli që mos të bini në zjarr ndër për shoke, për beli. Pra për këtë pjesën e poshtme të beli, ju kapi për robe, për shoke që mos të bini ju në zjarr, megjithatë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju hidheni në të. Ky shembull vllazën i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të saktë e tregon natyrën e njerëzve të japur maskinacive të ndaluara të kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na përshkruan, ruani nga zjarri. Allahu po na thotë ruani nga zjarri dhe njerëzimi me dy këmbët e tyre, me kokë e me trup në zjarr. Përshkrimi i zjarrit janë gjunahet. E çdo zjarr dhezet nga bujashkat e vogla. Një gjuna aty, derisa dhezet zjarr i madh. Këtu duhet të marrim mësim vllazë, që ata njerëz të cilët shkelin me këmbët e tyre në gjunahet të cilat Allahu i lartësuar i ka ndaluar, është me durët e veta ka qenë vetën në zjarr. Andaj, le të marrim mësim. Le t'i kthehet sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Le ta merr librin e Allahut të lartësuar, Kur'anin, dhe ta lexoj sikur mesazhe që Allahu është ka t'i shpall ty. Mos e mendo dikot tjetër, vetë ty, me emën me mbiemën, Allahu është ka të flet për zjarrin, për xhenetin, për ditën e gjykimit, për ata. Dhe merri këto mesazhe dhe hedhja zemrës, zgjoje nga gafleti, zgjoje nga xhumi, që të ruhet nga zjarri i xhenemit, e tjetë për atyre të shpëtuarve që hyjnë në xhenet. Tjetë për atyre të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq shumë ka bërë përpjekje që ta sqaroj sunetin, që ta sqaroj të vërtetën, që vetëm ta pasojmë ne atë dhe të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit. Në hadithin al-Bara ibn Azib, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarit në çastet e vdekjes i vijnë me lajket e myshdes, me lajket e përgëzimit, dhe i qëndrojnë larg aq sa shikimi i njeriu. Dhe sa po ja merr shpirtin melek el mauti dhe i thot dil o shpirt i mirë, dil nga trupi o shpirt i mirë, dhe del me lehtësinë më të madhe, del ashtu qysh bien një pik ujë nga kroj, pra me lehtësimin më të madh. Ndërkohë, jo besimtarit, e dini si i merret shpirti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i nxerret shpirti nga trupi i tij dhe i thuhet dil o shpirt i keq, shpirt i nevoritshëm, dhe nxerret sikurse krahni i hekrit del nga leshi i lagur. Me sa vështirësi duhet mi hek krahnin e hekrit nga një lesh i lagur. Ndërkohë besimtari e ka gjendje ndryshe, se ka qenë i përgatitur për këtë ditë dhe është përgatitur për me lajket e myshdes, me lajket ëngjëjt e përgëzimit. Dhe masi që meleku ja merr shpirtin besimtarit, vijnë ato me lajket e përgëzimit, të cilat po qëndronin larg dhe ja marrin shpejt nga duart shpirtin e besimtarit melek el mautit dhe ngriten me të, e qefinosin me qefin nga xheneti, e parfumosin me parfum nga xheneti, me misk, dhe ngriten me të, dhe ju hapet qielli i parë i dunjas. Dhe me lajket tjera thojnë, kush është ky shpirt i mirë? Është filan Fisteku, me emrat më të mirë që i thirr në dunja. Adhurues i madh, bujar, agjërues,
që e ki përmend shumë Allahun, që e ki lexuar shumë Kur'an, me lloj-lloj nofka dhe ofiqe të mira të këndshme që e përmendur në jetën e kësaj bote. Dhe të hapet qielli i parë, qielli i dytë, qielli i tretë derisa të rrinë tek qielli i shtatë. Dhe Allahu i lartësuar i thot: "Ktheheni robën tim. Shkruajini robën tim në librin El-Elijin, që është libri i regjistrave të robërve të dashur dhe të afërm të Allahut të lartësuar. Dhe i thuhet: kthehu në tokë, nga se nga toka të kom kriju dhe në tokë do të kthehesh dhe prej saj ki morin gjallë." Dhe e vendosin ato me lajke në tokë dhe i kthehet meleku, i kthehet shpirti njerit kur të hynë në varr. Dhe i shkojnë tani me lajket dhe sprovohet besimtari në ato 3 pyetje themelore. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Dhe kush është pejgamberi yt? Ai që ka jetuar me to, i ka mësuar këto dhe i ka respektuar, do të përgjigjet me lejen e Allahut të lartësuar. Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe pejgamberi im Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto fjalë për mu përgjigj, duhet të jetosh me to. E jo vetëm si informacion një ditë. Duhet të veprosh në bazë të kësaj dije. E jo vetëm si fjalë goje. Dhe për fund vjen meleki, masi që tregohet, të hapet dhe të gjerohet varri dhe të hapet një dritare nga xheneti dhe besimtari, ky shpirt i mirë, thot: o Zot, bën e kiametin. O Zot, bën e kiametin sa më shpejt që të përfundoj tek xheneti, që e sheh vendin e vet ku do të përfundoj. I vjen një fytyrë, një njeri me fytyrë të mirë, me rroba të mira dhe me aromë të mirë. I thot: kush je ti? Thot: unë jam vepra jote e mirë. Unë jam vepra jote e mirë, për gëzime për ditën më të mirë në të cilën të ka lindur nëna jote. Ky është vllazën për gëzimit të cilën ne duhet ta synojmë. Ky është vllazën për gëzimit të cilën duhet ta synojmë, që të jetë dita jonë më e lumtur, dita kur do të na merret shpirti prej ditës që kemi lindur në jetën e kësaj bote. E këtij gëzimi, vetëm një gëzim tjetër ja kalon. A dini cili është ai? Gëzimi kur besimtari e merr librin e veprave të tij me dorën e djathtë. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an duke përshkruar këtë skenë: fa amma man utiya kitabahu bi yamini. E ai i cili e merr librin e veprave të tij me dorën e djathtë, ky është fitimtari, ky është i suksesshëm. Ky është fatlumi. Thot: fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Thot: ja, merrni, shikoni, ky është libri im. Ky është libri im me dorën e djathtë. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Kam qenë i bindur që kam dhënë llogari. Andaj jam bogati. Andaj kam fal namazin. Andaj kam agjëruar Ramazanin. Andaj kam dhënë zakatin. Andaj kam kursy dhe kam shkuar kam kry haxhin. Për këtë ditë që të mipet libri në dorën e djathtë. Fa huwa fi 'ishatin radiya. Do të jetë në jetë të kënaqshme. Fi jannatin 'aliya, në xhenetet e larta. E lusim Allahun e lartësuar të na bëjë pyetër, të na mundsoj që të jemi të bindur në takimin me Allahun e lartësuar dhe të përgatitemi për takimin me të. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fuja'i naqmatik wa jami'i sakhatik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد وأقيموا الصلاة.